Good afternoon. Mirëdita. I'm going to slide a bit. I'm going to talk about Sot do të flas something për diçka rather tjetër. different from Hill. I'm going to talk about Sot do law, të flas constitutional për law. ligjin kushtetues më saktësisht. And before I start going into the core of my Dhe discussion, përpara se ty në thelb të diskutimit tim, dëshiroj thjesht të bëj një parantezë se sa do të vogël lidhur me çështjen në fjalë. A mos va ligji dhe gjua vijnë nga dy planete krejt të ndryshme? Ju ndoshta konsideroni të tillë, pasi gjua është me të vërtetë e rëndësishme në kohesion apo strukturën e sotme shoqërore. Ai është një mjet bazik komunikimi ndërmjet individëve, por nga ana tjetër ligji është me të vërtetë i rëndësishëm nga pikpamja e organizimit të shoqërisë, pasi ai luan rolin e rregullatorit të marrëdhënieve ndërmjet pjesëtarëve të shoqërisë dhe vetë së fundit. Duke nisur nga ky punkt në vështrimë se ato janë vërtet të ndryshme, por nga ana tjetër konstatoj se ligji është me të vërtetë thelbësor në paraqitjen e identitetit të një kombi, një pjesë së cilës e përmbusë gjua, që gjithashtu është pjesë e identitetit të një kombi. Pra, në fund të fundit gjua dhe ligji as nuk janë dhe as nuk jetojnë në dy planete komplet të ndryshme. Nga njëri tjetri ashtu si dhe vetë ne. Pas kësaj paranteze hyrëse, them se mund të shkoj tashmë direkt në thelbin e diskutimit tim. Sot nuk do të flas për marrëdhënie të gjuhë ligj, por do të diskutoj rreth kushtetutës shqiptare, për ligjin kushtetues shqiptar, praktikat kushtetuese dhe sfidat që presin Shqipërinë dhe shqiptarët nga pikpamja e integrimit evropian. Në thelb, argumenti im kryesor, të cilin do të dëshiroja ta ndaja sot me ju nëpërmjet këtij diskutimi është pikërisht se Shqipëria e ka tashmë një strukturë ligjore dhe kushtetues të mirë strukturuar. Pra, Shqipëria e ka një kushtetutë të mirë dhe një strukturë ligjore të mirë. Faktikisht nuk ka dyshime që nevojitet reformë për sa i përket procesit të integrimit evropian. Sfida më e madhe që shfaqet për të kaluar sipas meje nga pikpamja e një juristi është respektimi i kushtetutës dhe ligjit kushtetues, dhe padyshim që në klapa të vogla apo teksti i bien mbi praktikat jo kushtetuese që ndonjëherë kërcënojnë principet bazës të një shteti të bazuar mbi rregullat dhe ligjet. Ndajja sa më të mire e pushteteve dhe pavarësia organave kushtetuese. Do doja të ndaja sot me ju mendimin tim rreth strukturës kushtetuese, shembuj të këtyre mos pajtueshmërive apo mos përputhjeve midis një kushtetute të mirë dhe problemet që ndeshin gjatë aplikimit në praktikë. Ashtu si dhe tashmë e dim nga eksperienca, shtetet moderne funksionojnë në bazë të kushtetutave që sigurojnë një organizim sa më të mirë të një shteti ndarjeve e institucioneve dhe ndarjen e pushteteve dhe kompetencave nëpërmjet institucioneve përkatëse, si dhe s'mund të lë pa përmendur faktin që Karta e të Drejtave të Njeriut për mbrojtjen dhe liritë e individit është pjesë e këtyre kustetutave. Rreth 20 vjet më parë, Shqipëria i dha fund njërit prej regjimeve izoluese më të gjatë në Europë dhe ligji i parë kushtetues për rregullimin e themeleve të shtetit shqiptar, ligji demokratik, është ligji mbi përgatitjen kryesore kushtetuese, e cila ishte dhe përpjekja e parë institucionale për krijimin e një strukture shtetërore demokratike moderne. Në vitin 1992 ndodhi një tjetër zhvillim thelbësor, krijimi i gjykatës kushtetuese shqiptare, dhe ashtu siç ne të gjithë e kemi vënë, ky do të jetë një organ konstitucional i një rëndësie shumë të madhe që do të luante një rol thelbësor në avancimin e kushtetutës shqiptare. Bërja dhe respektimi i kushtetutës ka provuar të jetë një proces pak i vështirë, le të themi në Shqipëri, pasi ne bëm ligjin e parë në vitin 1991, por patëm një kushtetutë të kompletuar vetëm në vitin 1998. Kjo është kushtetuta jonë e parë dhe ligji i parë ishte vetëm një masë tranzitore për gjatë rrugës së gjatë të pasurit një kushtetutë të plotë, dhe është me interes për të përmendur fakti që u deshën 7 vjet për të shkruar dhe përpiluar kushtetutën e plotë. Por nga ana tjetër ka pasur shumë mosmarrëveshje politike gjatë kësaj periudhe për sa i përket çështjes së parë kushtetuese,
që do t'ju jepë shqiptarëve dhe The Shqipërisë. 1998 Albanian Constitution is Kushtetutta e Shqipërisë të vitit 1998 është një kushtetutë moderne dhe demokratike. Ajo është frymëzuar dhe bazuar në traditat më të mira kushtetuese të vendeve të tjera demokratike që janë pjesë e Bashkimit Evropian, veçanërisht në atë të Gjermanisë dhe Italisë. Megjithatë mund të themi se mund të ndeshë ngjashmëri ndërmjet kushtetutës shqiptare dhe kushtetutave të vendeve të tjera dhe të vendeve post